Pas humbjes së Voltemade, i cili përfundoi te Newcastle, Bayern Munich tashmë i ka vënë syrin një sulmuesi të ri. Sipas Sky Sport, bëhet fjalë për Fisnik Aslanin, sulmuesi kosovar që ka luajtur 10 ndeshje me kombëtaren dhe ka shënuar 2 gola, po kalon një sezon të jashtëzakonshëm tek Hoffenheim në Bundesliga. Në 9 ndeshje zyrtare, lojtari i lindur në vitin 2002 ka shënuar 6 gola dhe ka dhënë 2 asiste, dhe padyshim që ka hapësirë të konsiderueshme për përmirësim, duke parë performancën e jashtëzakonshme në Göteborg përballë Suedis, ku e çoi Kosovën me një këmbë në play-offin e botrorit. Ai tërhoqi vëmendjen e klubit bavarez sezonin e kaluar gjatë huazimit të tij te Elversberg me 19 gola dhe 10 asiste në 39 ndeshje zyrtare, por tani po bën bujë edhe në Bundesliga. Bayern tani e shikon Aslanin si një zëvendësues të denjtë te Harry Kane, por bavarezët më parë duhet të mundin konkurrencën e Barcelonës, e cila ka nisur interesimin aq më tepër që pëlqehet shumë edhe nga lojtari si destinacion. Një gjë është e qartë, në ver sulmuesi i Kosovës me shumë gjaz do të largohet nga Hoffenheim për një nga gjigantët e futbollit evropian.